Ushtari nga Kosova akuzohet për përdhunim dhe sulme seksuale në Angli. Një ushtar nga Kosova i cili po merrte pjesë në një trajnim ushtarak në Angli, është akuzuar për përdhunim dhe 2 sulme seksuale. Sipas raportimeve të BBC, ngjarja e ndyshuar ka ndodhur më 17 shtator, rreth orës 23:30, në një shteg këmbësorësh pranë lumit në zonën e Thetford, ku ushtari po ndihmonte në trajnimin e ushtarëve ukrainas. Autoritetet britanike kanë konfirmuar se i dyshuari ka mohuar fajësinë, ndërsa gjykata ka vendosur që ai të qëndrojë në paraburgim deri më 7 prill të vitit të ardhshëm. Ushtari nga Kosova po përballet me akuza për një përdhunim dhe 2 sulme seksuale të ndodhura gjatë qëndrimit të tij në Mbretërinë e Bashkuar. Derisa zëdhënësi i FSK-s Vllazërim Qerimi ka njoftuar. Pasi që jemi njoftuar nga pala britanike për rastin në fjalë, FSK ka marrë masat bazuar në aktet ligjore në fuqi, është suspenduar dhe jemi duke pritur procesin në lidhje me rastin, tha ai. Hetimet për rastin janë ende në zhvillim dhe deri në përfundimin e procesit gjyqësor, i dyshuari konsiderohet i pafajshëm.